Miq të Prizmës. Një nga ngjarjet të cilat sigurisht jo vetëm që të lejnë shije të keqe, por që tregojnë që ne nuk kemi dalë akoma në atë që jo shpesh ne e quajmë demokraci, por ligjshmëri, shtet ligjor. Sigurisht demokracia është diçka që proces i gjatë, edhe gjithmonë në përkryeshmëri, po shteti ligjor në një farë mënyrë duhet arritur edhe në konceptet thellësisht ligjore të drejtësisë. Dhe një nga këto defektet mëdha që i ka hapur, sidomos vrasja e një gjyqtari, është edhe marrëdhënia që kanë gjyqtarët, prokurorët me avokatët. Shpeshherë në mënyrë të padrejtë ne akuzojmë gjyqtarët për sekser, por sekser gati është detyra e tyre që të bëjnë, sepse sekser ata mund të bëjnë kur janë të korruptuar prokurorët dhe gjyqtarët. Ata nuk mund të bëjnë sekserin kur këta nuk janë të korruptuar. Në një farë mënyre edhe sekserizëm është edhe kur nëpërmjet ligjeve biseda bëhet, ju e keni vënë shumë mirë midis gjyqtarit e prokurorit dhe avokatit, për tu marrë vesh për një proces ligjor i cili ndahet në një farë mënyre me një lloj pategjimi, me një lloj marrëveshje midis dy subjekteve kushtetuese që njeh Kushtetuta e Shqipërisë, po dhe gjithë kushtetutat e botës, si subjektet barabartë, që është prokurori në një anë, akuza, dhe mbrojtja në anën tjetër. Ne, për 45 vite, hoqëm avokatin, nuk e hoqëm për 45 vite, hoqëm disa vite më vonë, se viti 45, dhe më thënë, ne po thuaj për gati 45 vite, jo për gjitha vitet kështu. Nuk ishim avokat, se ne shpallëm sikur na mbronte populli, drejtësia popullore. Drejtësia popullore ishte Arin Çela, që sigurisht merrte vendim, duke dëgjuar prokurorin, dhe në rolin e prokurorit. Akuzohesh, drejtësia popullore të çonte pastaj aty ku dini ju se ku të çonte. Po s'kishte avokat. Gjëja që kemi fituar është avokati. Ai që ne e shajmë, i themi sekser, marrin para. Po ata para nuk është se merr nga avokati, ata përdoren edhe ke prokurori, ke gjyqtari, dhe këtu tash do të kemi të qartë një diçka. Sigurisht korrupsioni është një diçka, e drejta ligjore është një diçka tjetër. Normalisht ajo ka ndodhur. Bile ne dëgjuam edhe një audio, e cila normalisht të lënë pastaj edhe shije të keqe, sepse duhet interpretuar në një farë mënyrë, duhet interpretuar drejt midis raportit që kishte prokurori aty, audio nuk është integrale, nuk është e gjitha, avokati mbrojtës i një prej të akuzuarve, jo të akuzuarve tjerë, aty ishin 13 të akuzuar dhe gjyqtarës. Në një moment caktuar, gjyqtari thot që ose më mirë të themi, prokurori bën akuzën e vet, gjyqtari thot vazhdoje dhe avokati thot shiko, gjyqi bazohet për të dhënat. Dhe ju e dini tash që të dhënat i ka njësoj prokurori dhe avokati. Këtë kemi fituar, kjo është ligjshmëria. Prandaj them jo proces demokratik, po proces ligjor. Për proces demokratik do ta bisedoj më vonë kur dalin njerëz në dyert e gjykatave dhe akuzojnë, shajnë, është njësoj si të marrin pistoletën politike dhe të qellojnë. Njësoj vrasës edhe ata janë, por politikisht me fjalë. Dhe në ato momente, kthejmë edhe njerë këtë çështje, avokati i thotë shiko, keni manipuluar provat. Nuk janë ato prova. Dhe sigurisht unë do merrem personalisht në mënyrë ligjore me ju. Tashti në fjalën personalisht në mënyrë ligjore dhe në akuzë ligjore me ju, gjyqtarja në atë rast e interpretoi sikur do merrem personalisht me ju, sepse fjala personalisht nuk ishte në vendin e duhur. Nuk është e nevojshme të merresh personalisht, është e nevojshme të merresh ligjërisht. Nëse nuk do të ishte përmendur fjala personalisht, mbase mund mos të kishte ndodhur edhe fenomeni, pavarësisht se është gabim edhe pse me fjalën personalisht është ky fenomen. Ky arrestim i një avokati, gjë që sigurisht le shije të keqe. Dikush thot tash që fjala personalisht e ngarkon, dikush thot nuk ka rëndësi shumë fjala personalisht kur ka shtuar mbrapa në mënyrë ligjore. Praktikisht është arrestuar një avokat
nga prokurori, sepse vendosë dhe gjykatësia, që janë për të njëjtën çështje. Dhe kjo tash është një figurë jashtëzakonisht e keqe e drejtësisë shqiptare. Kjo nuk duhet bënte vaki, po ja që ka bërë. Dhoma e avokatisë ka marrë përsipër që duke i justifikuar në një farë mënyrë pa drejtësinë që është bërë, mund të ishin marrë masa tjera, mund nxjerrës nga ashtu siç e përmendi vetë gjyqtarja, mund të ishte nxjerrë nga ajo mbrojtje ose mund të ishte larguar mbrojtja, apo jo të arrestohet. Nuk ka bërë një gjë për ta arrestuar në fundit. Edhe nëse i ka thënë do merren personalisht. Ti do merresh personalisht duke mos marrë fjalën tjetër, ajo që vjen më mbrapa ligjërisht. Do merresh personalisht apo ik djalin mbar tash i vazhdo merru personalisht jashtë. Ti nuk mund të merresh personalisht, ti duhet merresh ligjërisht. Por e kanë arrestuar dhe kjo është gjë e keqe. Dhoma avokatisë kanë dalur mbrojtjet për 5 ditë, por edhe sot që është marrë Këshilli i Drejtësisë nuk po e merr përsipër këtë. Domethënë i ka lënë akoma dorë të lirë prokurisë dhe gjykatës. Dhe ky është një ngërç jashtëzakonisht i keq i cili vjen sigurisht në një situatë të trazuar në drejtësinë shqiptare, në gjykatat shqiptare dhe në prokurinë shqiptare, mbas asaj vrasjes së gjyqtarit. Njerëzit bëjnë punën e tyre, sidomos nëpër Facebook, grinen edhe japin një farë duke pështyrë në gjitha drejtimet, është marrëzia e Facebookut, kuptohet. Njerëzit që kanë më tepër durim edhe vëmendje e ndjekin, po gjithmonë thonë, shiko, kjo tash nuk ka të bëjë as me drejtësinë, nuk mund ta arrestosh një avokat i cili është mbrojtje e të pandehurve. Dhe nëse nuk do të kishin mbrojtje atëherë këtu hyn demokracia. Atëherë s'do të kishin demokraci. Sigurisht demokracia ju ka garantuar mbrojtje edhe delikuentëve. Sepse mund të jetë, po edhe mund mos të jetë. Duhet vërtetuar nëse është. Çdo njeri do mbrojtjen e tij. Edhe nëse ti arreston atë që mbron, domethënë ti nesër mund të arrestosh çdo kënd dhe mund ta justifikosh me marrëzirat më të mëdha të mundshme dhe formon Republikën e Drejtësisë, në Republikën e Popullorëve, prokurorë dhe gjykatës, të cilët bëjnë po të njëjtën punë si në kohën e Arnit Çelës, që i mbronte popullit. Kush i mbron njerëzit? Kush mund t'i mbrojë? Është ligji dhe me anë të avokatët që i mbron. Po çfarë ti bësh kur sot, në këtë lloj dite, del një kryeminist i akuzuar për korrupsion te shkallët e drejtësisë dhe akuzon drejtësinë për mafioze, kriminale, në afera kriminale, mafioze dhe delinkuentësh. Dhe njëkohësisht njerëzit cilët duhet ishin burg, po janë në shkallaret e drejtësisë. Tash kur politika bën këtë punë, në anën tjetër gjykata merr këtë punë, në anën tjetër populli merr pistoletën dhe vret gjyqtarin. Fjalët në acarimit nëpër rrjetet sociale janë në maksimumin e mundshëm. Çfarë mund të thuash kësaj situate? Kjo është situatë një vendi që trandet në demokraci. Këtu nuk hyn ligji më. Kur nisa bisedën fillim tash është shteti ligjor. Tashma ikim nga shteti ligjor sepse këtu nuk ka demokraci. Mirë shtet ligjor, jo. Po s'ka as demokraci, ka vetëm një demokraci, anarkie, që ti mund të shash, mund të marrësh edhe pistoletën, mund të fyesh, mund të arrestosh avokat. Nesër nuk e di se çfarë mund ndodhi tjetër. Dhe këtë e quhen demokraci. Kjo është lloj demokracisë, s'ka lidhje as me demokracinë, bile nuk ka lidhje as me anarkinë. Këtu përgatitet bëhet një mishmash ose një miks midis anarkisë, tiranisë dhe marrëzisë së Republikës Prokurorëve. Atyre që marrin përsipër tash që të vendosin drejtësinë, duke qenë pjesë e gabuar vetë sistemit, duke qenë pjesë që nuk ka treguar asnjëherë që është pjesë e shnoshë e sistemit. Në këtë pikë nuk di çfarë të them, por është një problem i madh, është një proces shumë i vështirë që nuk e di, ndoshta do vite, ndoshta ka rrugë gjatë, ndoshta nuk jemi ne kaq shumë, ndoshta kemi hequr gjatë në rrugë të gabuara dhe tash rrim, sa dalim rrugë drejt e ngatrojmë, dalim monopat prap, nuk na pëlqen të ecim në rrugën e ligjore, refuzojmë urbanitetin në rrugën ligjore, pastaj duke dal nga rruga ligjore e interpretojmë edhe demokracinë gabim. Janë shumë elementë që na bëjnë pastaj të vështirë që se di, ndoshta mbas është çështje kohe. Tjetra që do bisedoj është largimi i Belind Kılliçit nga Sali Berisha. Sot kur ishte Berisha në Tespaku, zakonisht e shoqëroi një 4-5 deputetë edhe nuk e di.
20 nga ato militantët, sot ishin një 4-5 vetë, distyri ishte vetëm Dhëndri, Tritan Sheu, që s'ka qa bënë, se pensionistës që shkretit, edhe djali Fari Balliut, as kërkush tjetër. Kishin dalë, dilin ke shavët aty, shkallët ose dyert e spakut e shanin gadi. Vetëm me robi, jo, a kupton, me shami kështu banale, po me gjitha shamit e tjera të mundshme po, dhe demokracia jonë si u bën asgjë, thot na shat, po vazhdoni tash i rrugën. Nëse do bëte vaki kun nëpër Francë dhe nuk e di, për shembull në Gjermani kjo punë ose në Itali, problem të madh do kishin ata njerëz që e bënin këtë, po këtu keni ndodhur gjithçka. Okej. E kishte fjalën që aty si ishte kërkush. Sa më tepër shkon Berisha që ta shfrytëzoi për nuk e di për domenin e saj, domenin e tij të marrëzisë dhe mediat e tij të marrëzisë në përgjithësi që s'kan lajme dhe hajde pa marrim një lajm. Ku është Berisha sot, më pyesin një tjetrin gazetarët. Sot ka spakun, shkoni atje se diçka po shane, diçka bën. Ose çfarë do të bëj, do del në si ti mushim lajmet. Ka 2 konferenca për shtyp. Konferencë për shtyp, Sali Berisha i thot kur del vet, fut fjalë 1 orë dhe pastaj ikin tjerët, kaq. Edhe gazetarët e mushin programin e tyre. Tashti kthehemi edhe herë këtë çështje. Ka filluar fushata elektorale dhe s'ka filluar, po për Tiranën s'ka filluar. Interesantja është që largohet Belind Këlliçi, bile nuk ishte sot as ke dyert e spakut, edhe futet doktor Ali Mehmeti, ky i moderuari. Tashti, në gjuhën politike na del më i moderuar Belind Këlliçi sesa Ali Mehmeti, doktori, sepse ai bëhet koordinatori i këtyre zgjedhjeve. Në fundit nuk deshi që të paraqitet vetë për zgjedhje, zgjedhjet janë të humbura me atë Binaj, por Berisha largon një dhe gjithë e interpretojnë si faktin që po e shtyn anej Këlliçin, edhe kështu mund të jetë, por anën tjetër është duke i larguar si koordinator nga humbja e sigurt që ka Binaj. Më kuptoni se çfarë duhet të them? Duket sikur po i bën një të keqe Belind Këlliçit, në fakt është duke i bërë një të mirë. Ose më mirë të themi, Belind Këlliçi është tërhequr vetë për të futur doktor Ali Mehmeti. Dhe në qoftë se nuk është paraqitur vetë në vetën e parë për të kandiduar për këto 1 vjet e gjysmë që ka met, po ja kanë lënë një, po themi një komediant mik të Shkëlqen Berishës, praktikisht humbjen e tij do ta marrë edhe doktor Ali Mehmeti. Dhe është e meritueshme për të, sepse sipas meja e meriton. E meriton sjelljen e tij, jo vetëm ambigue, po sjelljen e tij tash më të qartë, sjellje për njeriu i cili do të përfitojë edhe pse ha shtjelma nga partia e tij dhe nga kryetari i partisë. Ky është një shtjelm i fundit që po ha. Duket sikur po largon në periferi Këlliçin, Sali Berisha. Në të vërtetë është duke e mbrojtur, sepse duke mos e bërë koordinator për Tiranën, ai nuk do ketë humbje. Duket sikur po e afron doktor Ali Mehmetin, po duke e bërë koordinator për Tiranën, peshën e humbjes Binajt do ta mbajë doktor Ali Mehmeti. Dhe ky është Sali Berisha, inteligjenca e tij për akademinë e Viçidolit është e njohur. Ata që nuk e njohin, punë e madhe, është mungesë e tyre. Po tash gjithë e kuptojnë që kështu vepron Sali Berisha. Sali Berisha është i pjekur në këtë lloj gjëje. Është mos i qartë në veprimet e tija për të ngritur, lartësuar, niveluar, rrafshuar njerëzit që i ka rreth e përqark partisë. Në fundit partia është e familjes tij, di ai si bën. Këta që i shkojnë mrapa dhe që sollaten lart poshtë, anash, majtas, djathas, rreth e rrotull, janë të detyruar të hanë atë ku diun shtjelmin e Gjirokastër thonë një gjë të rëndësishme, në një karvan ku ka kuaj të mëdha edhe gomer që ecin bashkë, thonë kur rrihen atlarët janë kuajt e mëdha e psojnë gomarët e vegjël ngatrohen nëpër këmbët e tyre, ata rrihen me shtjelma, psojnë gomarët. Normalisht kur kapen në nivelin e lartë edhe një influencë politike e cila sigurisht pastaj ka ambicjet e pushtetit edhe në opozit, aferat e mëdha edhe në opozit, sepse duhet dini që edhe në opozit sigurisht, e dini më mirë se sa unë, në opozit ka aferat mëdha, asnjë opozit nuk është kaq e varfër sa mos ketë afera. Do ta psojnë gomerët e vegjël. Edhe disa prej gomerëve, ja për shembull, të vegjël, në mënyrë simbolike, nuk e kam seriozisht, janë edhe ai
Ezmeri që thoshte dikur Sali Berisha, dhe Këlliqi dhe sigurisht doktor Ali Mehmeti. Dakord, miqtë e mi. Dy nga lajmet që kanë dalë sot janë në politikën e jashtme, ajo ministrja, si më thënë, e jashtme, politikës jashtme, shefja politikës jashtme Kaja Kallas, është ndjerë keq për takimin që bëhet midis presidentit Putin dhe presidentit Trump në Hungari, sepse nuk është punë e mirë, thot kjo Kallas. Nese, ato se e pyet kush këtë Kallas, nuk e pyet as Hungaria. Ajo thot se sigurisht ai kërkohet, presidenti Putin kërkohet edhe nga gjykata ndërkombëtare për krime lufte. Imagjino me arrestu Putinin për krime lufte. Gjykata e famshme ndërkombëtare e Hagës. Sepse Hungaria është një vend i Bashkimit Evropian. E para te Kallasin nuk e pyet Hungaria vetë ose Viktor Orbani. E dyta, as kërkush prej Trumpit edhe për shembull presidenti Trump edhe imagjino presidenti Trump edhe presidenti Putin sa pyesin këtë Kallasin edhe Bashkimin Evropian. Dhe e treta që ka më tepër rëndësi është se mirë po pyesin apo s'po e pyesin. Sovraniteti i marrës vendimeve në disa raste nuk është se do pyesin gjithmonë dhe do merren gjithmonë mendimet e burokracisë Brukselit, a kupton? Burokracia e Brukselit gati del njëherë se ti i thon një shteti sovran si Hungari, s'ka asnjë drejt marrësh vendime të një natyre të tillë. Kanë marrëzira tash. Ktu egzagerohen ato. Se kemi Liverdin e dym në Evropë, ashtu se kisha pranuar kurrë këtë punë, që ta rregulloj deri në këtë pikë politikën e vendit tim sa në një aferë kaq madhore që ku përmblidhet, si më thanë, politika e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Rusisë, politika jashtë ose politikat më të larta, po themi, ndërkombëtare, ato që shemin botën, po ato që e rregullojnë botën, duhet mi marr leje kësaj Kallasit që vjen nga ato vendet e Evropës ngjitur me ish Bashkimin Sovjetik e Rusisë, që kanë armiqësi të përjetshme me Rusinë. Nuk mund të jenë dakord kurrë me të. Po nuk është kjo politika që duhet losi Brukseli. Ndoshta Brukseli i bën këto, por Brukseli pastaj ndahet në një copa, për shembull, ndryshe mund të flasi presidenti francez dhe Franca, ndryshe Gjermania, ndryshe dhe Italia, ndryshe dhe Spanja, ku diun vendet ndryshme. Për të mos thënë mësë Britania, e cila nuk është më në Bashkimin Evropian. Ajo që dua të them unë është se si ti je dakord, si mos je dakord, si ti je i idh, si ti je i sheqerosur, as kërkush nuk po i pyet as për Lashe as për Barlas, sepse ashtu nuk e kanë pyetur edhe për shumë gjëra të tjera, edhe për shumë elementë tjera. E fundit është se ish kryetari i Partisë Socialiste, ai transformuesi i Partisë Socialiste nga Partia e Punës në Parti Socialiste dhe nga një brigadë partizane armatosur në një domen liberal demokrat ose fatosnano, ka disa ditë që është i shtruar, ka probleme me mushkëritë dhe është në gjendje jo të mirë. Disa thonë bile që vetëm reagon ndaj dritës. Dhe sigurisht që është disa ta herë që shtrohet. Po e kujtoj sepse sigurisht Fatosnano duhet kujtuar për disa elemente. Unë gjithmonë kam bërë vërejtje për mënyrën e qeverisjes tij dhe punës tij, por në një farë mënyrë në pjesën e një demokracie jo me shumë tradit ke ne, i mësoj Parti Socialiste dhe të vetmes parti që në atë momente që mund të quhesh parti me disa element demokratik, sidomos në kohën e Fatosnanos, se si mund të perceptohet ke partitë shqiptare dhe demokracia. Në një farë mënyrë për fjalën e lirë edhe për jo dënimin e njerëzve. Ishte njeri që u dënua padrejtisht nga një tiranokrat si Sali Berisha, u fut në burg padrejtisht si shumë tjerë, dhe ishte i pari kryetar partie i një vendi që dërgohesh në burg. Quhesh për afere ekonomike, afere ekonomike ishte u pa aferet e bukura që kishte Sali Berisha me 96 dhe me 97, hodhi gjithë shtetin nerë. Kurse Fatosnano ishte futur për, nuk e di, për ndihmat e Pelikanit.
Nimat e Pelikanit ne I dim vetë se çfarë bëshin, se si shkonin tek bënë kishte fajin se sipas Sali Berishës kishte fajin Fatosnano. Okej. Praktikisht kishte futur kryetarin e opozitës në burg. Sot që akuzohet ligjshmërisht, kupton edhe për afera personale korruptive, ky ai çan në shkallët e drejtësisë. Fatosnano e futi në burg, sot I shkreti është duke vujt smundjen e tij personale, mbase është edhe burgu një pjesë e asaj smundje që ai e ka sot, kurse Sali Berisha duke bërë namin, duke bërë 96-ën e 97-ën, duke bërë gërdecjen, duke bërë 98-ën ngru shtetit dhe duke vrarë njerëz në bulevard, shan në shkallët e drejtësisë. Kjo është ajo që më bën që të përkujtoj edhe kryetarin e Partisë Socialiste, I cili ndodhet në gjendje me sa duket rënd në reaminacion në Tiranë. Urojmë që ta kalojë edhe këtë fazë të vështirë të jetës tij në një moshë jo kaq shumë nano do të jetë I 51 ose 52, 73, 74 vjeç. Urojmë shërim, por për këtë do të kujtohet sigurisht, për liberalizmin e tij edhe për jo tiraninë e tij në konceptet e drejtimit të partisë të shtetit sigurisht. Pastaj kishte korrupsion, s'kishte korrupsion, sigurisht në demokraci korrupsioni është pjesë shoqëruese. Vetëm tiranit nuk kanë korrupsion sepse çdo gjë e korruptuar vetë. Të tjerat pastaj duhet më lanë historisë për me I gjyku. Dakord miqtë mi.